10 arsye pse duhet të pini të paktën një filxhan kafe në ditë. A mund ta nisni ditën pa konsumuar një kafe? Apo jeni në listën atyre personave ku kafeja nuk ka vend në agjendën tuaj? Studimet tregojnë se konsumuesit e kafes kanë të mira dhe përfitime për organizmin. Për sa kohë kafeja konsumohet e freskët, përfitimet e saj në shëndetin tuaj do të jenë vërtet të larmishme. Hidhini një sy listës sipas Brightside, përse kafeja mund të shtohet në dietën tuaj. Një filxhan kafe është një burim shumë i mirë i antioksidantëve të rëndësishëm në përditshmërinë tuaj. Kafeja e konsumuar pa shtesa ëmbëlsuese është një mënyrë shumë e mirë për të rritur energjinë e trupit. Ajo përmban nutrientë esencial për një shëndet më të mirë dhe më të plotë. Kafeja ju bën akoma më të lumtur, ul riskun e prekjes nga sëmundje të ndryshme dhe gjithashtu mbron shëndetin e mëlçisë. Ju bën më të zgjuar dhe ndihmon edhe në performancën tuaj dhe në djegjen e kalorive.